Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet më interesante që në fakt po ndodhin dhe po na trondisin në shtëpinë e Big Brotherit. Josefin Marku, një nga banorët më të komentuar, natën e mbrëmshme kishte ditëlindjen. Jozi mbushi vetëm 29 vjeç, imagjinoni sa i ri është. Jozi është argëtuar, është kënaqur edhe pse, pasi që Jozin e kemi verior, e kemi laçian, me patjetër që Jozi do kishte dashur një muzikë më veriore, edhe pse respekt për artistin e madh Ylli Baka, në tavolinën e ushqimit të darkës që vllau i madh kishte përgatitur për surprizën e madhe të Jozit, një ditëlindje shumë e bukur, një ditëlindje me shumë atmosferë, me shumë adrenalin, Jozi priste që në këtë skenë të Big Brotherit ta surprizonte Dada Fatmira Breçani ose Eli Malaj. Do me thënë, deri diku Jozi shpreu dy simpatitë e tij, shpreu dy dëshirat e tija që kishte në këtë ditëlindje. I lumtur dhe i gëzuar po festonte deri në momentin që Jozi friu qyrint e 29-ës dhe nuk pati asnjë lloj surprize nga vëllau i madh. Jozi u mërzit shumë, u lëndua tepër, sepse vllau i madh nuk kishte përgatitur një surprizë për Jozin që të sillte një nga familjarët për t'i uruar këtë 29 vjeçar Jozit. Në moshë shumë të re, domethënë Jozi ka kap maja suksesi të tipit të famës, por siç duket Jozi e përjetoi shumë keq këtë gjën. Nga darka ku ishte, Jozi shkoi në dhomën e gjumit edhe u shtri te krevati i tij duke qenë i mërzitur edhe duke kaluar momente shumë dramatike. Personazhi apo shoku i tij në lojë, i cili i qëndroi pranë në ato momente dhe dëshironte që nëpërmjet batutave të tij, nëpërmjet humorit të tij, nëpërmjet shakarave të tija, t'ja kalon këtë mërzitje dhe ta bën që të ndihet më energjik, ta bën që të ndihet më pozitiv, ishte Gjesti. Gjesti i qëndronte pranë, edhe pse Jozi ishte shtrirë dhe ishte i mërzitur, le të themi po qante deri diku për familjarët e tij, për rrethin e ngushtë që nuk i kishte prezent në Big Brother, që nuk i kishte në shoqërinë e tij për t'u argëtuar, ishte ai Gjesti i cili në një farë mënyrë u mundua që t'i dhuron emocion, u mundua që t'i dhuron dashuri dhe u mundua që ta lumturon Jozin pak e shumë. Mbrëmja e djeshme ishte një natë e mbushur me emocione dhe reflektime për Jozin, i cili festoi ditëlindjen, por jo në mënyrën që kishte ëndrruar. Edhe pse kjo ditë duhej të ishte një moment lumturie dhe gëzimi, ajo u shëndërua në një përjetim të hidhur për të, larg familjes dhe me një boshllëk të madh në zemër. Jozi nuk mundte të përjetonte atmosferën e zakonshme festive. Por në këtë natë të vështirë ndodhi diçka e papritur. Personi që ai nuk do ta kishte menduar kurrë si mbështetje në një moment të tillë, qëndroi pranë tij. Gjesti, me të cilin Jozi ka patur përplasje të shumta dhe mosmarrveshje të pafundme në Big Brother, tregoi një anë të tij të papritur, një anë të mbushur me ndjenja njerëzore dhe antipati të tillë. Pavarësisht përplasjeve dhe fjalëve të ashpra mes tyre, Gjesti bëri një veprim që do të mbetet gjatë në kujdesin e Jozit. Ai vendosi të linte pas çdo mëri dhe të qëndronte pranë mikut të tij në këtë natë të veçantë. Me një qetësi dhe ngrohtësi të rrallë, ai e dëgjoi Jozin, ndau me të disa çaste reflektimi dhe ndihmoi të kapërcente trishtimin të cilin e kishte mbërthyer. Nuk kishte dhurata as festime madhore, por kishte diçka më të vlefshme. Praninë e një njeriu që përkundër së kaluarës së tyre të trazuar, zgjodhi të tregonte humanizëm dhe ndjeshmëri. Ishte një natë që tregoi se pavarësisht dallimeve dhe konflikteve, në fund të fundit ajo që ka vlerë është mbështetja dhe dashamirësia njerëzore. Ky veprim i Gjestit shërben si një kujtesë se ndonjëherë njerëzit mund të na befasojnë në mënyrat më të papritura dhe se një gjest i vogël mund të ketë një ndikim të madh në jetën e dikujt tjetër. Ndërsa nata u mbyll, Jozi edhe pse ende i trishtuar për mungesën e familjes së tij, e dinte se nuk ishte i vetëm dhe ndoshta kjo ishte dhurata më e çmuar që ai mund të merrte në këtë ditëlindje.
Kur e pash dje Jozin se sa vjeç është, do me thënë unë kisha menduar që Jozi është i çik më i madh me vite, por Jozi ishte vetëm 28 vjeç dhe tani do bënte 29, me patjetër që nuk arsyetohet sjellja dhe kultura dhe egoja dhe koklarësia që Jozi ka përdorur në Big Brother, por Jozi vërtet u rikthye ndryshe, ashtu siç edhe premtuan në Instagramin e tij. Më pëlqeu veprimi human që bëri Gjesti, sepse Gjesti arriti të kupton dhe arriti të tregon që është njeri me zemër shumë të madhe, edhe di të falë shokët e tij, miqtë e tij dhe personazhet me të cilët ai po ndan shtëpinë. Do të thënë Jozi, edhe pse ndonjëherë mundohet të futet informacione nga jashtë, mundohet të bëhet tendencios, nxjerr na një anë të keqe të tij që ndoshta po e përdorën vetëm për lojë këtë pjesën dhe nuk është Jozi ky në përditshmëri, nuk e priste që Gjesti do të ishte njeriu i cili do t'i qëndronte pranë dhe Gjesti do të ishte njeriu i cili do t'i falte mbështetjen dhe do t'ja ngushëllonte deri diku shpirtin. Tani do kthehemi portokalli, thonte Luizi. Jeta është portokalle, thonte. 2 ditë më herët Gjesti ka qenë shumë i mërzitur. Dhe asnjë nga banorët nuk ka ikur ta ngushëllon, t'i jep një përqafim mbështetës, t'i dhuron një moment forcem, një moment jetem që ai të thot në veten e tij, unë do t'ja dal dhe unë do ta bëj këtë gjën dhe jam shumë i kënaqur që do të vazhdoj përpara sepse kam miq këtu. Ato nuk e treguan këtë zemërgjerësi dhe këtë ndjeshmëri ndaj Gjestit, por Gjesti gjithmonë e tregon këtë gatishmërinë për t'ju ndenjur pranë në momente të vështira, lotësh, trishtimi këtyre banorëve, vetëm e vetëm që të bën një moment të bukur në jetë, do me thënë dhe momenti është ky. Të ndihmojmë vllaun ton kur ai është keq. Të paktën Gjesti, siç duket, është rritur me këtë kulturën dhe kjo kultura e ka ndërtuar Gjestin që të jetë ky njeriu që ai është sot. Është shumë e bukur për ta komentuar, është shumë e bukur për ta folur dhe është shumë e bukur për t'i dhënë një ngjyrë, një mrekulli kësaj ngjarje që siç duket i jep një mesazh shumë të fortë. Gjesti ka treguar që pa marrë parasysh se çfarë mund t'i ndodhë në këtë shtëpi, ai di të bëj vepra shumë të bukura dhe kur po shoh të dy, teksa po përqafojnë njëri tjetrin, teksa po japin lumturi njëri tjetrit, njëri pa negative nuk ka, njëri pa gabime nuk ka, por mbi të gjitha është e bukur kur në fund mes gjitha asaj kemi një paqe. Kemi një paqe dhe kemi një solidaritet dhe dashuri. Dhe në fakt kjo më pëlqeu shumë si veprim që Gjesti bëri dhe unë jam shumë i bindur që Gjesti nuk e ka bërë kur për klikime sepse Gjesti nuk ka asnjë lloj informacioni se çfarë ndodhen jashtë shtëpisë së Big Brotherit, se çfarë po bëhet jashtë shtëpisë së Big Brotherit dhe se si është situata jashtë kësaj shtëpie. Dhe kjo më bëri që të kuptoj se s'ka më bukur kur dy miq, dy shok, dy banor brenda kësaj shtëpie i japin nuanca momentit të tyre, i japin nuanca emocionit të tyre, i japin nuanca qëndrimit të tyre, duke i dhënë mbështetje njëri tjetrit në momente të vështira. Le të jetë ky një mesazh edhe për banorët e tjerë, të cilët duhet ta kuptojnë që edhe Gjesti kur është keq, edhe Gjesti kur është në mërzitje, edhe Gjesti kur është në trishtim, edhe Gjesti kur është në pikëllim, t'i qëndrojnë pranë, ta ngushëllojnë dhe t'i japin momente të bukura, sepse edhe Gjesti është njeri në fund të ditës dhe ka nevojë për një përqafim të ngrohtë, qoftë nga Jozi, qoftë nga Gerta, qoftë nga Rozana, qoftë edhe nga Egli, nga të gjitha ato të cilët janë pjesë e kësaj shtëpie që në momentin kur Gjesti ishte keq ato nuk i qëndruan pranë, por në të kundërtën Gjesti u ka qëndruar gjithmonë pranë kur ato kanë qenë keq. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për të ndjekur video të tjera, për të bërë një grup komentuesi së bashku, për të dhënë qëndrimet tona dhe mendimet tona në rast të këtilla që po ndodhin në Big Brother VIP Albania.